Të nderuar shikues, jemi drejt për drejt nga fshati Kalludër e Vogël në komunën e Zubin Potokut, ashtu siç e kemi edhe raportuar gjatë gjithë ditës. Këtu po zhvillohen disa gërmime pasi edhe është marrë informata e parë se këtu janë gjetur mbetje mortore si pjesë dhe kafka, të cilat dyshohet se i përkasin një grupi intelektual 23 persona të zhdukur nga lufta e fundit në Kosovë. Po flasim për 19 prill 1999 dhe deri të realizuar këtë lidhje të drejt për drejt, po zhvillohet pra ka një ekip të policisë së Kosovës, ka ekip të Institutit të Mjekësisë Ligjore, nga policia e Uleksit, të cilët po ofrojnë siguri gjatë zhvillimit të këtij hetimi. Teksa rikujtojmë se mbrëm janë arrestuar 2 persona të dyshuar, Momir Jakšić dhe Milojko Bishevac, të cilët dyshohet se në prill të vitit 1999 kanë vrarë dhe më pas i kanë zhdukur trupat e intelektualëve, 23 personave të zhdukur në luftën e fundit në Kosovë. Këto janë dyshimet fillestare, informacionet fillestare, sepse identifikimi përmes procesit të identifikimit të kryer nga ekspertiza mjekoligjore, teksa këtu në këtë lokacion, në këtë vend ngjarje ku jemi drejt për drejt në Kanal 10 dhe siç e kemi sjellë gjatë gjithë ditës pamje të rënda, të cilat kemi vendosur t'i shoqërojmë me efektin blur për shkak të emocionit të cilën ato pamje edhe mund ta bartin, gjithmonë duke pasur në konsiderat edhe familjet e të zhdukurve, të cilët nuk është se kanë ndonjë informacion për më të dashurit e tyre që prej 27 vitesh, pra po flasim për 19 prillin e vitit 1999, pra një grup intelektualësh të përbër nga doktor, profesor, të cilët ishin duke u nisur për në mal të zi, ishin dalur këtu në komunën e Zubin Potokut dhe dyshohet se 2 të arrestuarit mbrëm kanë qenë ata që kanë kryer këtë ngjarje. Teksa unë normalisht këtu nuk jam vetëm, jam së bashku me gazetarin Kushtrim Sadiku, kemi dalë në vend ngjarje për të marrë informacionet e para dhe për të hulumtuar më shumë